fakt, historia, si thonë latin, është mësuesja më e mirë. Historia est magistra vitae. Do të thotë, nëse i referon a historisë njerëzore, ne dim shumë mirë që pozicioni i papës nuk është pozicioni që duhet të bëj plaçet, do të thotë të jetë të bëj natyr mbar botën. Në fakt, përkundërzi, pozicioni i papës, mësimi i tij, magjisteri i Kishës Katolike shërben për qenë, siç thotë Ngjilli, krip dhe dritë. Dritë do të thotë që ndriçoj të gjitha ato errësira me të cilat rrezikon të përballet njeriu, dhe për qenë krip, kripa do të thotë ka atë funksionin bazik që është i mosprishjes, i rujtjes të asaj esencës së një diçkaje të caktuar. Dhe në këtë aspekt detyra kryesore e papës është pikërisht kjo, do të thotë që të evidentojë rreziqet dhe të bëhet mbrojtës zëri dhe profeti në një farë mënyrë, nëse përdorim një fjalor teologjik, i gjithë atyre shtresave të cilat rrezikojnë të dënohen, të gjithë atyre aspekteve që rrezikojnë që të jenë në dëm të njeriu. Në enciklik papa është shumë i qartë mbi faktin e pa zëvendësshmërisht dhe personit njerëzor, m'falni. Do të thotë ai flet që me faktin që personi njerëzor është i pazëvendësueshëm dhe në fakt në mënyrë të drejtë për drejtë flet për tre vlerë që janë mënyra dhe që i përgjigjen kësaj çasti, që është vlera solidaritetit, vlera e drejtësisë shoqërore dhe parimi, do të thotë, i subsidiaritetit. Domethënë, janë tre parime kryesore që përkthehen në vlera të jetueshme që janë themelore për ekzistencën njerëzore. Dhe kur flasim për drejtësi shoqërore, do të thotë flasim për një aspekt themelor të jetës njerëzore. Dhe në këtë aspekt, nëse po themi këto kompani apo shumë kush dëshiron që të bëj do të përdorim të inteligencë artificiale në këtë rast, apo të dimensioneve të tjera jetësore që rrezikojnë këto vlera, sidomos vlerën e drejtësisë shoqërore dhe të solidaritetit në mënyrë veçantë, pa diskutim që në Kishën Katolike si mbrojtëse dhe shpallëse të vërtetës absolute do gjejmë një kundërshtim edhe do gjejmë një zaj i cili vazhdimisht do të tërheqë vëmendjen të gjithë atyre organizmave apo kompanive në këtë rast, qofshin ato që janë kundër këtyre zhvillimeve apo në një farë mënyrë që rrezikojnë këto parime kryesore. Po atë diskutim nuk duhet harrojmë që gjithmonë gjatë historisë, edhe në këtë rast në këtë një vit, nëse mund të themi kështu pontifikat, papa e ka treguar shumë qartë pozicionin e tij që është gjithmonë në mbrojtje të njeriut, në mbrojtje të dinjitetit njerëzor, të lirisë njerëzore dhe të vërtetës së saj. E kuptoj. Tani për të kuptuar pak enciklikën në vetvete, këtë material që publikohet vetëm nga papët. Çfarë është enciklika dhe është ajo vetëm një letër drejtuar nga papa, nga Ati i Shenjtë besimtarëve katolik, apo edhe gjithë të tjerëve të cilët në lidhje me çështje të ndryshme? Unë për shembull mbaj mend enciklikën e 20 viteve më parë të Papës Ratzinger, Zoti është dashuri, edhe është një nga le të themi leximet më të bukura që kam përjetuar dhe e kam shijuar. Ndërkohë që dhe kjo ishte po aq informuese, po aq le të themi parashikuese dhe shumë njerëzore në vetvete. Pra çfarë është enciklika dhe cili mendoni të jetë ndikimi i kësaj enciklike tek masa e madhe e njerëzve, vetëm katolikët, por gjithë ata që jetojnë në këtë përditshmërinë e sotme? Enciklika në vetvete, nëse i referohemi si koncept, është një vepër e papës, do të thotë një dokument që buron drejt për drejt nga personi i papës. Do të thotë papa ka tagën të shkryejë enciklika, ose si quhen ndryshe letra enciklike, në për të cilave papa ushtron magjisterin e tij, pra misionin e tij, si mësues dhe si bari. Në mënyrë specifike, enciklikat janë të drejtuar ndaj popullit të Zotit, siç e quajmë ne në fjalorin teologjik, do të thotë ndaj kishës, ndaj besimtarëve kudo mbar botën. Por me kalimin e shekujve, enciklika nga një letër tipike, në të cilën papa në një farë mënyrë të shkoklik, nëse mund të themi tamam në shqiptësimin e kishës, do të thotë interpreton në mënyrë shumë të qasshme atë që janë të vërtetat ungjillore, dal nga dal është kthy edhe si një adresim që personi i papës i bën jo vetëm popullit katolik, popullit Zotit, si themi ne, por marrë njerëzimin, sepse shpesh edhe shumë të rasteve në destinacionin e enciklikave shkruhet popullit Zotit dhe njerëzve vullnet mirë. Do të thotë
është një ndihmë, një mësim, një forcë, një nxitje që nëpërmjet këtij dokumenti tipik të personit të atit shenjt, ati shenjt ju i referon dhe ju jep si porosi, si nxitje dhe si një ndihmës e fryqshme për jetën e tyre.